Video e punimeve që banorët e fshatit Galush në bashkim Peqin bënin rrugën e fshatit tyre u shpërnda kudo. Aty dëshmohen banorët e këtij fshati, masa dërmuese të larguar, të cilët, duke patur parasysh harresën e plotë të autoriteteve, po investojnë vetë në rrugën e fshatit të tyre. Kjo është rruga me beton që ata kanë shtruar rreth 1.5 kilometër. Kanë mbledhur fonde në një përpjekje për të shpëtuar fshatin e tyre, që ky fshat të mos vdes përfundimisht. Dikur ka qenë një fshat i madh, me mbi 150 familje, sot kanë mbetur 5, 6 apo 7 të tilla. Pra është në prag të zhdukjes. Pikërisht për këtë arsye, banorët e larguar, mërgjimtarët, kanë mbledhur disa herë fonde për të bërë të mundur investimin në këtë rrugë. Në këtë rast, ata kanë mundur ta shtrojnë 1.5 kilometër rrugë të fshatit me beton. Ka mbetur edhe 1 kilometër. Po mirë, nëse banorët nisin dhe e shtrojnë vetë rrugët e fshatrave të tyre, nëse nisin dhe investojnë vetë për problemet që kanë fshatra, po autoritetet çfarë do bëjnë? Po institucionet për çfarë duhen? Po vota për çfarë merret? Pra, këta banorë të fshatit Galush, por edhe në shumë zona të tjera, po përpiqen të shpëtojnë fshatrat e tyre. Kanë shtruar 1.5 kilometër rrugë. U duhet dhe 1 kilometër tjetër për ta lidhur me pjesën kryesore. Nuk është një fshat i thellë, është një fshat që ndodhet në kufi me fshatrat e Tiranës, e ripërsëris i përket bashkisë Peqin. A mundet që autoritetet zgjohen? Institucionet përkatëse zgjohen? Lokale apo qendrore? Dhe të mbështesin banorët e këtij fshati? Sepse ata po bëjnë jashtëzakonisht më shumë se çu takon. Në të kundërt, pse duhet nesër të vi dikush dhe të kërkoj vota nga këta banorë? Të vi dikush dhe të bëj premtime për rrugë, për shëndetësi, për arsim, nëse këta banorë detyrohen ta shtrojnë vetë rrugën e tyre. Padyshim, është një shembull se si ata duan të mbajnë gjallë fshatin e tyre. Por është edhe dhimbje se sa pak institucionet funksionojnë dhe se sa e tufshme është që të marrësh votën dhe t'i lësh njerëzit në arrest sa të detyrohen të investojnë vetë në rrugët e fshatrave të tyre. Ndaj, të zgjohen institucionet, t'i mbështesin këta banorë, të paktën për të përfunduar dhe atë pjesë që ka mbetur. Gjithmonë me shpresën se në Shqipëri ka ndodhur dhe këto që dikush nuk do të vi dhe do t'i padis për ndërtim pa leje. Se këtu dhe të lënë pa rrugë, të lënë pa ujë, të lënë pa gjithçka tjetër të nevojshme dhe pastaj ndodh edhe të padisin për ndërtim pa leje. Kështu që duhet institucionet të mbështesin këta banorë sepse kanë vërtet nevojë. Kjo është një rrugë shprese për ta, një rrugë ripërsërisje që kanë bërë mërgjimtarët, sepse nuk duan që fshati i tyre, Galushi, të vdes.